Fund të keni parë raportin e progresit nga futja dhëna nga formularët të rezultateve. Pra, nga procesimi i dhëna nga formularët të rezultateve kemi 98.49% të formularët të rezultateve të procesuar në bazën e dhëna, që do të thotë kemi vetëm pak vendvotime të cilat duhet të kompletohen nëpër komuna të caktuara, në mënyrë që të kemi 100% të kompletuara pa dhëna nga formularët e rezultateve. Përndryshe, skanimin e listës përfundimtare të votuesve kemi 64% deri me tani të skanuar. Disa proces tjetër që pritet të pasoj dhe të vazhdojmë nga ndrimi i dytë është regjistrimi i votave me kusht në bazën e dhënave. Pra të gjithë votuesve me kusht regjistrohen në bazën e dhënave. Pra, skanimi i listës përfundimtare të votuesve dhe regjistrimi i votuesve me kusht në bazën e dhënave bëhet me qëllim që të verifikohen të gjithë votuesit me kusht të cilat mund të kenë ushtruar të drejtën e tyre të votojnë vetëm një herë ose më shumë se një herë. Po të gjitha ato vota të cilat identifikohet që kanë votuar më shumë se një herë pra me kusht, ato vota do të refuzohen. Përndryshe, votat me kusht të cilat konfirmohen do të numërohen në qendrën e numërimit të rezultateve. Jemi në proces dhe nuk mund të themi që mund të kryhet shumë shpejt. Sigurisht që do të na duhet edhe një ditë e nesërme në mënyrë që të kompletojmë këto dy procese. Përndryshe, gjatë pranimit të materialit të ndjeshme janë diku 30 raste të cilat nuk kemi mundur të procesojmë si të rregullta, për arsye të mospërputjeve gjatë procesit të pranimit. Keni tabelën para jush dhe janë në rastet për të cilat nevojitet vendimi KQZ-s, 10 prej tyre kanë të bëjnë me zarfe të fletvotimeve me kusht, që i bjen gjithsej janë 22 zarfe fletvotimeve me kusht të anulohen për shkak se nuk kanë nënshkrime në listën e votuesve me kusht. Pra, zarfet janë, mirë, por nënshkrime në listën e votuesve nuk janë. I keni edhe në raport i keni pra janë 8 raste që janë gjithsej 22 zarfet fletvotive me kusht për anulim. Rasti tjetër është në komunën e Prizrenit, pra është një vendvotim i cili ka pasur mospërputje, po ashtu edhe KQZ-ja ka identifikuar si problem, pra është fjala për vendvotimin 2008 afty për 0 dhe pas hetimet është vërtetur se ka gabime teknike dhe për këta rekomandohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pra ky vendvotim të rinumërohet. Pra janë zarfet e fletvotive me kusht 22 për anulim dhe rasti tjetër është vendvotimi në prezent për rinumërim. Ndërsa raste tjera pas hetimit është vërtetur se gjithçka është në rregull dhe ato vendvotime pra në pikën 3 rekomandimi është që të procesohen si të rregullta. Pra, kjo është sa i përket raportet dhe rekomandimet të cilat janë sjellur para Komisionit Qendror i Zgjedhjeve dhe nevojitet vendim për këto 3 pika, pra për anulim, për rinumërim dhe për procesim si të rregullt. Faleminderit. Faleminderit, Borrem. Kemi pyetje për koordinatorin e qendrës, lidhur me këto rekomandime. Mirë, atëherë nëse doni të vendosim një herë për këto rekomandime, pastaj për çështje tjera nëse kemi pyetje. Për kemi si pikë të parë kemi 8 raste për anulim të zarfeve të fletvotimeve me kusht. Në para jush i keni edhe cilat janë ato vendvotime. Në fakt cilat janë ato zarfe të cilat do të anulohen, pra fletvotimet me kusht. 8 fletvotime. 22 raste me 22 fletvotime në 8 raste, po 8 vendvotime. Kush është për? Faleminderit. Rekomandimi tjetër është që të rinumërohet kutia nga Prizreni numër 2008 AFY për 01R. Pra të rinumërohet ky vendvotim. Kush është për? Faleminderit. Si dhe rekomandimi tjetër është që vendvotimet të cilat janë të cekura i keni në dokumente para juve të procesohen si të rregullta. Kush është për? Faleminderit.
Këto ishin pra rekomandimet nga QNR-ja. Dhe ka që pyetje tjera për koordinatorin Urna. Faleminderit. Unë kam disa pyetje para. Besoj që janë dy gjitha përgatitje që nështë nesër me fillu votimi me kusht. Kisha kërku që qendra numërimit të rezultate me njoftu subjektet me kohë për orarin e komunave, me qëllim që mundësisht një sjellë vëzhgues pi komuna ku edhe bëhet rinumërimi, që ne me qenë sa ma transparent. E dyta beshet që kanë qenë disa gabime në shumë komuna sa i përket deklarimit të vota me kusht. Është mirë dhe me qëllu opinionit, për mu qenë ka qartë që në formularët rezultateve kanë qenë sakta, po në sistemin ki vot ka pas gabim gjatë futjes dhona. Edhe treta që për mu është jashtëzakonisht e rëndësishme është na kem pas mbi 7.000 kandidat për asamblejë cilët presin rezultatet e tyre. Ka qenë mirë që nesër mëngjes rezultatet pas rinumërimit me publiku që ata me i pa dhe me pa mundësinë e ankesë. Po më na çu fillimisht ne antarët e Komisionit Qendror Zgjedhor që ka nevojë më administrativ leje dhe për të miratuar atë raport të punës së ndryshimit qendrës numërimit të rezultateve dhe me vazhdu se na dim që nuk mund të themelojnë pushtetet e reja pa pas edhe asamblesë certifikimin e tyre, kështu që njëkim hapin paralel, është mirë që nesër ti publikojmë rezultatet për asamblesë, pasi siç e dim shtunë veç ka përfundu puna rreth numërimit të vendvotimeve që kanë qenë për asamblejët komunale. Faleminderit Betim. Faleminderit. Po me këtë çështje që u ngritën edhe unë kërkoj që është vërtet nga QNR-ja që të marrë masa të shtuara kur bëhet fjalë për transparencë maksimale sa i përket numërimit të votave me kusht dhe të kategorive tjera, në këtë rast të votuesve me postë dhe të votuesve me nevoja të veçanta. Natyrisht duke shërtu mundësinë që me ja kriju dhe hapësirën dhe qasjen vëzhguesve që të kenë mundësi që ta vëzhgojnë çdo operacion që zhvillohet në QNR, nga numërimet e vlerësimet deri tek futja të dhënave dhe skanimi i listës përfundimtare të votuesve. Në ndërkohë, sa i përket të votave me kusht, përveç këtyre informacioneve që na ofruat, kërkoj që pas verifikimit të votuesve në përputhje me procedurën e QNR-s, në përputhje me listën përfundimtare të votuesve dhe me ata që kanë votuar në mënyrë të rregullt, të kemi informacione të detajuara për raportin që del nga verifikimi, dhe natyrisht që numërimi i këtyre votave të jetë me transparencë, po e them kështu, përtej qasjes së deritanishme, jo pse mënyra e deritanishme ka qenë e kontestuar, por konsideroj që edhe për shkak të numrit të vëzhguesve do ta shqyrtojmë mundësinë që mundësia për më informu çdo votues për çdo vot të jetë e garantuar. Dhe bashkë pajtohem që votat për asamblejë i trajtojmë sepse jemi goxha kështu pavarësisht që na harrojnë dy procesi zgjedhor i rondit dytë, ne duhet të procedojmë ato dhe ti Përveç se i përkraj këtu temat që ngretën për kolegë, unë jam që planin e punës të qendrës numërimit rezultateve t'ja dërgojmë medjave. Tu i pas parasysh se opinioni publik është shumë interesuar për disa komuna që rezultati nga votat me kusht dhe jashtë vendit është përcaktues i fitues. Atëherë i ftoj mediat që t'jenë prezent sidomos kur të bëhet numërimi për këto komuna që në mënyrë sa më transparente dhe ato ta kanë mundësi ta vëzhgojnë dhe ta marrin me kamera komplet procesin e numërimit, sidomos për 3 komunat për të cilat është interesi më i madh dhe rezultati nga numërimi i këtyre flet votimeve është përcaktues për fitore. Faleminderit, a kemi ndonjë pyetje tjetër? Një shkurt. Përshon nga raporti progresi, domethënë që janë fut 98% të formularëve. Është mirë, domethënë nuk ka që ka dalë, ka rezultuar ndonjë mos përputhje. Të paktën është lajm i mirë kjo, domethënë, po veç si konfirmim për QNR-s. Faktikisht qendra e numërimit të rezultateve momentin që kompletohet një komunë dhe bën edhe verifikime duke krahasuar zonat
nga rezultatet preliminare, rezultatet të cilat janë finale pra nga që nga numërim të rezultatet, dhe tani nuk kemi ndonjë mosbërputje deri në ato komunat të cilat ka qenë kompletuar 100%. Dërsa ato për të cilat nuk është të kompletuar nuk kemi bërë krahasim, sepse nevojitet që të kompletohet pastaj ta bëjmë verifikimin e krahasimit të dhënave për kivotit edhe për rezultateve përfundimtare. Do të thonë auditim janë vetëm 4 vendvotime. Mirë po, Një në Gjilan, një në Klin, një në Obilesh dhe një në Prizren. mirë po i kemi një 6-7 komuna të cilat nuk kanë kompletuar 100%, edhe kjo është arsyeja sepse nuk kemi bërë krahasimin në këto komuna. Domon, asë një komunë tjetër përveç që ato që i kumë regullu në të Prishtinës e kumë ullë diferencë, nuk ka tjetër kona? Në to komuna të cilat janë të kompletuar thash që kemi verifikuar dhe nuk ka diferenca, në ato që s'është kompletuar jemi në proces. Po i lësë që edhe që to sëqarani që to votat me kush se mos rasisht edhe ato ja marrë këtu me jullë. Sigurisht, kur të kompletohet gjithë procesi. Punoj gjitha dhënat nga gjithë formularët e rezultateve, pastaj do ta dim saktë numrin e gjitha votave me kusht. Realisht kryetare, na duhet me këtë kujdesshëm se pa dëshirën tonë është në shumë komuna kemi rezultat ngushtë edhe çdo informatë jonë jo e saktë mund me ka ndihshme, na të merri transparencën edhe me ofroj besim publikut atë kandidatëve që janë. Ne nuk i kontribuojmë me kësi pyetje paragjykuese procesin, ne ofrojmë me punë saktë, që kemi bërë gjithë edhe me transparencë më të madhe. Ty përfshi edhe mediat. Unë nuk është prish punë të tash kem televizion e gëgja shumë që krejt me transmetu procesin e numërimit vota me kusht gjitha komunave që kanë një rezultat ngushtë, edhe kjo kishë kontribu procesit. Na është mirë më kujdes dhe më dhe në fund me do informatat sakta për çfarë sa kemi edhe ku kem ndryshim informata me do arsyen. Na peshomi që për shembull pe deklarimit parë deri sa kemi 2000 zarfe më pak plotëtime me kusht në për komunat që kanë qenë balotazh dhe kjo i bie që kjo mund na u besimin. Na përshta është mirë mos mungut me dhon raport edhe nuk është mirë as burimin me ngushtu me kërku diçka për që nuk ka përfundu. Kur përfundan puna, na kena pas raportet e sakta për secilën atë. As paragjykuese që më mirë as keq, domthonë është puna që na e bëjmë gjithmonë edhe që fund nëse ka diçka keq prap na vendosim, çu vendosëm për këto 38 ca vendvotimet e për 8 vendvotimet vota me kusht me anulu e tjera që qendra e numërimit i ka dhe këtu. Na nuk mbyllum probleme, as nuk hapum, po i vlerësojmë ato që janë konform procedurave, ato që janë për tjerat, janë panele zgjedhor për ankesa, për ashtresa, gjykata supreme e Kosovës, edhe besoj që ato do t'i vlerësojnë drejt, janë edhe kanë edhe ekspertizën për mi vlerësua dhe më organizime drejta. Nuk është mirë bëjt politikën këtë në kësë. Faleminderit, gjithsesi burrim kish me qenë mirë që parafërsisht të kemi një ditë kur do të fillon kjo numërimi i këtyre votave me kusht dhe natyrisht që shumë herët të informojmë mediat, edhe një herë publikisht ju bëjmë ftesë të gjitha mediave që ditën kur të fillon numërimi i votave me kusht, sidomos të këtyre komunave, po jo duke mos i janë shkalu edhe komuna tjera, por sidomos këto ku rezultatet janë të ngushta dhe këto vota do të jenë përcaktuese, të jenë prezent, që të jetë sa më transparent edhe sa më e hapur edhe ky votim, natyrisht që do të njoftohen edhe subjektet politike e gjithë ata që janë të interesuar dhe që janë të akredituar të jenë pjesë e këtij numërimi. Kryetara bën edhe diçka, jemi gatshëm për nesër me prezantuar rezultatet për asamblej komunale. Për asamblej po. Do të njoftohen edhe për këtë mediat me kohë, si zakonisht. Mos harroni që i kemi edhe disa ankesa në PZAP dhe se edhe nga ato varet dinamika e asaj se si do të bëhet edhe numërimi i votave me kusht, se varet nga ajo se çka na kthehet nga PZAP-ja dhe nga Gjykata Supreme eventualisht nëse ka ankesa tjera. Nëse nuk kemi ndonjë pyetje tjetër, ju falenderoj të gjithëve. Do të jeni të njoftuar me kohë të gjitha mediat.
Faleminderit.